Udhëtimi është kthyer në makt për qytetarët që shkojnë nga Tirana drejt Elbasanit. Nga dalja e tunelit deri në qytet, drejtuesit e automjeteve janë përballur me trafik të rënduar. Atyre u zhdashur 1 orë për të mbërritur në rreth rrotullimin e Bradasheshit. Edhe në këtë nyjë të rëndësishme të vendit, situata është e njëjtë, me radhë automjetesh që arrin në disa kilometra. Radhë kilometrike automjetesh u krijuan edhe këtë fundjavë në Hinkën dhe rreth rrotullimin e Bradasheshit. Drejtuesit e automjeteve ankohen se shpenzojnë mjaft kohë në trafik. Situata është e rënduar edhe në unazën e qytetit. Qytetarët ankohen se po presin gjatë në trafik, ndërsa nuk mundin të përfundojnë punët e tyre. Kemi 300 rekorde këtu. Gjysmë 10 minuta nga Tirana, 300 rekorde këtu në Elbasan. Ju e shikoni? Po nuk di si s'mendohet, si do hapet kjo, si do bëhet. Shqipëria zhvillohet me njerëz që din me planifiku, din me i dhënë zgjidhje trafikut. Ky është problemi i këtij vendi që rrim 1 orë për të arritur Elbasan. Dje kështu ishte më keq. Nesër po kështu është. Kemi program dhe në. Për zotin kena gjysmë orë në trafik deri në Elbasan, 15 minuta e bëjmë zakonisht. Ja, rrallë e bëjmë, përsa që e bëjmë trafikut full. Kjo situatë me radhë kilometrike të automjeteve krijohet në nisje të sezonit turistik, duke ngritur pikpyetje për menaxhimin e fluksit të lëvizjeve në pikun e këtij sezoni. Në këtë situatë, as policia rrugore nuk merr angazhim serioz. Në këtë gjendje nuk është përfshirë as njësia operacionale e sigurisë rrugore. Banorët shprehen se situata është e përsëritur e veçanërisht gjatë fundjavave, kur ka edhe më shumë fluks lëvizje. Zgjidhje për këtë gjendje pritet të jetë ndërtimi i bypassit të qytetit të Elbasanit, për të cilin kanë nisur procedurat, por përfundimi i tij do të marrë kohë.